Po të shikojmë Bregdetin shqiptar sot. Bregdeti shqiptar ka filluar të zhvillohet në golem. Sot është e paimagjinueshme që dikush cili do sipërmarrës vendas të shfaqet në dyert e autoriteteve dhe të propozoj atë lloj zhvillimi. Pse? Sepse ai është një zhvillim tërësisht i papranueshëm, por i lidhur me një kohë kur mundësitë ishin shumë të kufizuara, kur kapitali ishte shumë modest, kur dijet ishin shumë të kufizuara dhe me gjitha kur aftësia vlerëse ishte shumë e kufizuara. Dhe pavarësisht të gjitha problematikave dhe të metave që ka pasur zhvillimi i ndërtimit në fushën e turizmit, gjërat kanë ardhur duke u përmirësuar. Zhvillimet kanë ardhur duke u bërë më cilësore. Kostoja e ndërtimit natyrisht ka ardhur duke u rritur, por dhe çmimi ka ardhur duke u rritur. Dhe vim tek Pakistani dhe tek Bangladeshi. Punojësit. Sot, dhe unë këtë e them me përgjegjësi të plotë dhe sfidoj çdo që të provojë të kundërtën. Sot, problemi kryesor i industrisë së turizmit nuk është sa të paguaj. Dhe nuk ka në industrinë e turizmit sot. Aty natyrisht flas ku janë bërë investime, aty ku janë hotelet edhe destinacionet e pushimeve. Pyetja nuk është sa të paguaj. Pyetja është ku të gjej punojësin, përkatës, për të gjitha nivelet, që ka edhe zanatin për ta bërë atë punë si duhet. Dhe nëse ndikush më gjen një vend në Bregdetin shqiptar, flas gjithmonë për investimet që janë bërë, nuk flas për situata që mund të jenë në gjysmë informale, flas për hoteleri, ku paguhet më pak se në Greqi. Atëherë unë do detyrohem të rishikoj këtë opinion. Nuk ka. Nuk gjendet një vend Bregdetin shqiptar ku sipas niveleve pagat jetë më ulët se në Greqi. Nuk ka një vend në Bregdetin shqiptar ku paga të jetë më ulët se në Kroaci. Nuk ka. Cili është problemi? Problemi është që ata të cilët nxisin racizëm ndaj punojësve të huaj, dhe ata të cilët kujtojnë se punojësit e huaj vinë nga Filipinat këtu si sklever, ata nuk duan të punojnë dhe të marrin një pagë si në Greqi dhe si në Kroaci. Kjo është kaq e thjeshtë. Ose nuk janë fare në atë fushë, nuk janë fare në nevojë për një punë, përkundrazi punojnë në Instagram dhe japin intervista se si jeta e tyre modeste kushton 20.000 euro në muaj. Çështja është shumë e thjeshtë. Sa më e lartë jetë cilësia e sistemit të turizmit, aq më të larta do jenë pagat. Sa më e ulët jetë cilësia e sistemit, aq më të ulta do jenë pagat. Sa më i lartë të jetë konsumi i atyre që vinë për të shpenzuar në atë sistem, aq më të larta do jenë të ardhurat e sistemit dhe përjedhojtë të shtetit.